Larta e gëzuar, një ditë e paharrueshme plot gëzim. Larta po kalon një ditë e veçantë sot, duke festuar një ngjarje shumë të rëndësishme në jetën e saj. Kjo ditë e bukur është dedikuar për babain e saj, i cili po feston ditëlindjen. Me një postim emocionues në rrjetet sociale, Larta ka shpërndar dashurinë dhe mirënjohjen e saj të pafundme për atë që ka qenë gjithmonë mbështetje dhe udhë rrëfyes në jetën e saj. Faleminderit që gjithmonë je aty për mua, baba. Të dua shumë dhe shpresoj që kjo ditë të jetë e mbushur me të gjitha gëzimet që meriton, shkruan Larta në urimin e saj, duke i dhënë kështu një ngjyrë akoma më të veçantë këtij momenti të paharrueshëm. Në këtë ditë të gëzuar, Larta ka shprehur gjithashtu mirënjohjen e saj për çdo sakrificë dhe dashurinë që babai i saj ka ofruar për të. Festimi i ditëlindjes së babait është një mundësi e shkëlqyer për të përjetuar lidhjen e thellë dhe dashurinë e pakushtëzuar që ata kanë ndër vete. Larta është një shembull i bukur i dashurisë familjare dhe përkushtimit, dhe për këtë urim të veçantë ajo na tregon se sa e rëndësishme është të kujdesemi për ata që na kanë dhënë gjithçka. Na ndiqni duke klikuar butonin subscribe për lajmet më të reja.